Të nderuar shikues të A2 CNN, ju përshëndesim të vini në këtë hapësirë informative të A2 sot kundër zhvillimet kryesore, ju ftoj të ndiqni. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipërinë Andreas Schieder kërkoi forcimin e mëtejshëm të luftës kundër korrupsionit në mbështetje të plotë për punën e SPAK gjatë konferencës për shtyp në përfundim të misionit të tij vjetor të mbledhjes së fakteve në Tiranë. Pasi prokuroria e përgjithshme konfirmoi se gjyqtarja Irena Gjoka ka qenë dënuar në Greqi dhe dokumenti publikuar nga PD-ja është autentik, sot çështja shqyrtohet në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Gjyqtarja e posaçme rezulton e dënuar në Greqi për falsifikim vize dhe këtë nuk e kishte deklaruar në formularin e dekriminalizimit. Nga Divjaka, kryeministri Edi Rama tha se janë vënë në dispozicion 250 milionë euro për bujqësinë dhe mund të shkojnë në 1 miliard euro. Rama ka kërkuar që bashkitë të jenë më aktiv në bujqit në mënyrë që ata të marrin financime. Presidenti amerikan Donald Trump shpreson që të mos i nevojitet që të sulmojë Iranin, ndërsa ende kërkon negociata, por ushtria është në pozicion lufte dhe Pentagoni po pret vetëm urdhrin për të vepruar. Nga Divjaka, kryeministri Edi Rama tha se janë vënë në dispozicion 250 milionë euro për bujqësinë dhe mund të shkojnë deri në 1 miliard euro. Rama ka kërkuar që bashkitë të jenë më aktive me bujqit në mënyrë që ata të marrin financime. Me shifrat konkrete që janë, besoj unë domethënëse, por unë dua të fokusohem në një aspekt tjetër që ka të bëjë me mundësitë e pashfrytzuara, pasi ne i mësuar që t'i referohemi buxhetit shtetit, por buxheti shtetit tani më është vetëm njëri nga komponentët e zinxhirit të financimeve të bujqësisë. Dhe natyrisht që buxheti i shtetit është më i thjeshti, sepse përcaktohet nga qeveria, miratohet nga parlamenti, edhe vjen tek bujku apo tek fermerët me një kanal të drejt për drejt që është aplikimi përkatës. Ndërkohë që komponentët e tjerë janë pak më të vështirë në thonjza, por janë komponentë që do të bëhen gjithmonë më të pranishëm dhe që duhet të gjithë të përpiqen të mësojnë dhe të aftësohen për t'i shfrytzuar. Unë mund t'ju them me plot gojën që sot në vendin tonë çështja e financimit projekteve që secili ka dhe të punëve që secili do të bëjë nuk është problem në aspektin financiar, në aspektin e parave, sepse parat janë. Por ajo që është problem është mungesa e informacionit dhe mungesa e përgatitjes për t'i thithur ato para. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për atë që lidhet me Bashkimin Evropian. Ne do kemi gjithmonë më shumë fonde nga Bashkimi Evropian. Por fondet nga Bashkimi Evropian lidhen drejt për drejt me sa të aftë jemi ne që t'i thithim. Sa të aftë dhe të përgatitur janë sektorët që t'i thithin, sa i aftë dhe i përgatitur është një sipërmarrës që t'i thithi. Dhe për këtë duen disa gjëra jo shumë të ngatruara, por disa gjëra që nuk mund shmangen, që lidhen me një dosje e cila duhet të ketë brenda një projekt dhe argumentat që ky projekt vlen dhe ky projekt duhet financuar. Ne kemi
vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës së Shqipërisë në bankat e nivelit 2, ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti, dhe ku normat e interesit janë shumë më të ulta se sa normat e interesit në bankat e nivelit 2, kur shkohet jashtë kësaj garancia. Sa është shfrytzuar kjo garanci? Shumë pak. Pse? Se ju s'keni nevojë? Jo, se ju keni nevojë, por sepse për ta shfrytzuar këtë garanci duhet një përgatitje. Një përgatitje e një dosje për të drejtuar bankës dhe për të thënë ja çfarë kam unë plan të bëj, ja pse kjo që unë do bëj sjell fitim dhe ja të gjitha arsyet pse ju duhet më mbështesni. Në këtë aspekt ka një mangësi që ende ne nuk po e adresojmë dot si duhet, që është pushteti vendor. Nuk di konkretisht Bashkinë e Divjakës, por kryetarët e bashkive dhe bashkit duhet të jenë shumë më aktive në bashkëpunimin me fermerët, me bujqit, për të adresuar këto financime. Nuk duhet ketë asnjë problem. Nuk duhet ketë asnjë problem në rast se duhet një komponent agropërpunimi. Raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Andreas Schieder, kërkoi forcimin e mëtejshëm të luftës kundër korrupsionit dhe mbështetje të plot për punën e SPAK gjatë konferencës për shtyp në përfundim të misionit të tij vjetor të mbledhjes së fakteve në Tiranë. Puna e SPAK të mbetet të pandërprer nga aktorë të tjerë dhe puna e SPAK të mos pengohet nga institucionet e tjera, tha ai. Sipas tij, të gjitha hallkat institucionale duhet të bëjnë pjesën e tyre për të garantuar funksionimin e shtetit ligjor dhe përparimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. I pyetur për protestat e dhunshme të opozitës, Schieder u shpreh qartë se dhuna nuk është një mjet i pranueshëm në një demokraci funksionale. Demokracia me Molotov nuk është e mirë, deklaroi ai, duke shtuar se konfliktet politike duhet të zgjidhen me argumente dhe dialog në skenën politike, jo me përshkallëzim dhune. Raportuesi POES nënvizoi gjithashtu se situata politike në Shqipëri nuk është aq dramatike sa shpesh paraqitet në media, duke bërë thirrje për përgjegjësi në mënyrën se si pasqyron zhvillimet, pasi kjo ndikon edhe në perceptimin e qytetarëve evropian për vendin. Në lidhje me deklaratat e Sali Berishës, Schieder u shpreh se nuk mund të komentojë çdo pretendim individual, pasi kjo do të nxjerrte jashtë rolit të tij institucional. Mos më shtyni të komentoj çdo gjë që thot Berisha, u tha ai gazetarëve. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku, njëherë zi ministre e infrastrukturës dhe energjetikës, e ka zhvendosur në gjykatën e lartë betejën e saj kundër masës së sigurisë, ndalim të daljes jashtë shtetit. Numri 2 i qeverisë i ka bërë rekurs vendimit të apelit të 18 dhjetorit 2025 që la në fuqi këtë masë sigurie të caktuar më herët ndaj saj nga gjykata e posaçme. Në lidhje me masën tjetër të sigurisë atë të pezullimit, nga detyra masë që i humbi efektet me një vendim të kushtetuesës, Balluku nuk ka ngritur pretendime në gjykatën e lartë. Apeli posaçëm pezulloi shqyrtimin e kësaj mase derisa të shprehet kushtetuesja për themelin e çështjes. Masa e sigurisë ndaj Ballukut u caktua me kërkesë të SPAK pas dyshimeve të shkeljes së barazisë në tendera në procedura tenderuese për tunelin e Llogaras dhe lotit 4 të Unazës së jashtme të Tiranës. Më 16 dhjetor 2025, SPAK i kërkoi autorizim nga kuvendi për caktimin e një mase arresti pas dyshimeve të kryerjes së të njëjtës vepre penale në 6 procedura të tjera tenderuese, kërkesë për cilën kuvendi nuk është shprehur. Ndërkohë, gjykata kushtetuese është tërhequr për të shprehur në lidhje me ankimin e qeverisë për rastin Balluku.
Demokratët në konferencën e kryetarëve akuzuan kryeparlamentarin Peleshi që nuk respekton rregulloren, por ju bindet urdhërave të kryeministrit për të mbrojtur Ballukun nga drejtësia, ndërsa për reformën territoriale mazhoranca është vendosur që të bëjë me apo pa opozitën. PD-ja ka kohë deri të hënën që të vendosë nëse do të bojkotojë komisionin apo jo. Demokratët dhe socialistët janë përplasur për më shumë se 2 orë në konferencën e kryetarëve për çështjen Balluku dhe Komisionin e Reformës Territoriale. Opozita akuzoi kryetarin e parlamentit se me urdhër të kryeministit Rama po mbron zëvendës kryeministren, duke mos marrë një vendim për kërkesën e SPAK për arrestimin e saj. Kjo që po ndodh është një njollë e zezë për kuvendin. Mbrojtja politike e një të korruptuari është çështja që ju bën me turp edhe juve. Të mblidhet menjëherë Këshilli i Imuniteteve dhe t'i hapim rrugën drejtësisë për të hequr imunitetin. Vet Peleshi mendon që nuk ka shkelur asnjë ligj, pasi sipas tij, shtyrjen e Këshillit të Mandateve e ka bërë me kërkesë të deputetëve të mazhorancës. Një standard që kryeparlamentari nuk e ka implementuar kur kërkesat i kanë ardhur nga demokratët për mbledhjen e Këshillit. Deputetët e mazhorancës kanë kërkuar që në procesin e shqyrtimit të kërkesës të merret edhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Unë, si kryetari i Këshillit, jam i detyruar të mos injoroj asnjë qendrim dhe kërkesë për sa kohë që nuk shkel kushtetutën, ligjin dhe rregulloren. Ju kujtoj që jemi brenda afatit 3 mujor që përcakton rregulloria për marrjen e vendimit për pranimin apo rrëzimin e kërkesës. Ndërsa palët nuk arritën në një pikë të përbashkët për mbledhjen e Këshillit të Mandateve për imunitetin e Ballukut, në konferencën e kryetarëve ju dha një mundësi dialogut për Komisionin e Reformës Territoriale. Pasi socialistët depozituan në kuvend ndryshimin e formulës së komisionit duke marrë shumicën me 9 antar, demokratët u tërhoqën duke thënë se mungesa e tyre tek territorialja nuk ishte bojkot, por mungesë me arsye. Për çfarë ju duhet opozita në tryezë? Për të shitur ju fasadën si kur çdo gjë funksionon normalisht. Ju nuk keni qëllim qytetarët, por hartën elektorale. Ne nuk kemi bojkotuar mbledhje. Në 2 datat që ishin përcaktuar për zhvillimin e saj, antarët tanë nuk kanë qenë të pranishëm për shkak të angazhimeve të tjera. Kjo nuk përbën bojkot, por mungesë fizike për arsye objektive dhe të justifikuara. Për këtë arsye, mazhoranca bëri një hap pas, duke i dhënë opozitës edhe një tjetër mundësi, praninë e tyre ditën e hënën në mbledhjen e komisionit. Mbledhja e radhës e komisionit të thirret ditën e hënë. Nëse opozita bojkoton edhe mbledhjen e ditës së hënë, atëherë në seancë do të vendosim mekanizmin zhbllokues. Reforma do të bëhet, doni apo nuk doni ju. Demokrati Luciano Boçi kërkoi më shumë kohë, por në konferencë nuk u mor asnjë vendim për këtë kërkesë. Seanca e ardhshme plenare nuk do të mbahet të njëjtën siç ishte parashikuar, por me 3 shkurt për shkak se kryetari i kuvendit dhe një delagacion i gjerë deputetësh të 2 krahave do të udhëtojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtyrjen e vendimarrjes për çështjen Balluku Sali Berisha e përkufizon si tërheqje zvarr që kryeministri Rama po i bën gjykatës kushtetuese. Nga ana tjetër, kryetari demokrat pohoi se shefi i qeverisë është nën presion nga zëvendës kryeministrja. Për Berishën tani do të jenë qytetarët ata që do të japin verdiktin e tyre në protesta. Çështja Balluku u kthye nga gazetarët në fokusin kryesor të konferencës për shtyp të kreut të PD Sali Berisha. Ky fundi drejtoi gishtin nga Edi Rama si fajtorin kryesor të zvarritjes së një vendimi nga gjykata kushtetuese, që shfrytëzohet nga mazhoranca për të shtyrë gjithashtu vendimin e Këshillit të Mandateve për heqjen e imunitetit ndaj numrit 2 të qeverisë. Tregon tërheqje zvarr. Se si Edi Rama tërheq zvarr dhe poshtron gjykatën kushtetuese. Ajo mori përsipër të shqyrtojë një çështje të cilën absolutisht nuk mund ta shqyrtonte pa kaluar në apel dhe në gjykatën e lartë. Dhe ajo po me urdhër të Edi Ramës ka caktuar deri tani 3 data dhe nuk e shqyrton dot sepse Edi Rama e tërheq zvarr për turpin e saj. Sipas Berishës, kryeministri Edi Rama është nën presion nga zëvendësja e tij Belinda Balluku. E merrin si kështu ju me si shakate kur unë thosha që ajo ka genin terrorist. Ka patur gjyshin vras serial. Ajo ka kryer krimin, po e ka kryer për Edi Ramën. S'ka
që vetëm populli mund ta zgjidhte. Gazetarët e pyetën Berishën mbi kontraditën mes normalitetit të seancës së fundit dhe deklaratave të tij për të refuzuar vijimsinë e punës së kuvendit në kushtet kur mazhoranca refuzon çdo standard institucional. Nuk ka asnjë lloj lidhje parlamenti, them unë. Parlamenti Partia Demokratike është e tëra në protest tani. Është në protest. Dhe do jetë protesta. Dhe mbi të gjitha protesta qytetare, ajo që do t'i japë zgjidhje kësaj situate katastrofale që ekziston në Shqipëri. I pyetur nga gazetarët nëse PD do t'i drejtohet Komisionit të Venecias për çështjen Balluku, nëse gjykata kushtetuese merr vendim pro saj, Berisha ndau përgjigje në 2 momente. Partia Demokratike nuk legjitimohet t'i drejtohet Komisionit të Venecias. Komisioni i Venecia u përgjigjet qeverive. Jo partive politike. Kështu që janë vetëm shqiptarët e kanë fjalën, qytetarë. Berisha paralajmëroi se PD do të rikthehet sërish në terren me protesta, si ajo e 24 janarit. Seanca e sejntës e dosjes Meta Kryemadhi është zhvilluar mes tensionesh të forta mes ish-presidentit dhe prokurorit Sotir Klapoj. Avokati mbrojtës i Metës sqaroi se përplasja erdhi pasi prokurori relatoi referenca kohore të pasakta dhe fakte që nuk ekzistonin. Seanca paraprakje e radhës e dosjes Meta Kryemadhi në gjykatën e posaçme u shoqërua me tensione të forta mes ish-presidentit të pandehur Ilir Meta dhe prokurorit të posaçëm Sotir Klapi. Gjatë relatimit prokurori interpretonte fakte dhe prova të cilët ai mendonte se mund të kishin ndodhur. Ndërkohë që ka pas ndërhyrje her paseshme nga ne përfaqësuesit ligjor, sidomos nga vetë presidenti zoti Meta, i cili në një moment ka shpërthyer sepse zoti Klapi interpretoi për një deputet të Partisë Lëvizjes Socialiste për Drejtim ose Liri sot, për të cilën kishte bërë favor. Dhe kjo ka patur një tension ndërmjet zotit Meta dhe zotit Klapi. Avokati i ish-presidentit të akuzuar për korrupsion, pastrim të parave dhe fshehje të pasurisë, tha se prokurori i SPAK ishte i pasakt në referenca kohore, por edhe në fakte të paraqitura. Dhe prokurori në 30 faqe tha, unë do t'i relatoj këto, tha, por këto nuk janë prova. Dhe vazhdonte i relatonte. Problemi qëndron, ne po i kemi kërkuar, duam ku është akuza. Pra akuza konkrete për zotin Meta, zonjën Kryemadhi e kështu me radhë. Ata nuk kanë sjellë listën e provave. Pas përfundimit të leximit të akt akuzës, gjyqtarja paraprakja Irena Gjoka do të njihet me parashtrimet e të pandehurve dhe avokatëve të tyre për të vendosur më pas nëse dosja do të kalojë për gjykim, do të kthehet për plotësim të hetimit apo do të pushohet. 10 ditë pas skandalit në QSU të meterin energjetik dhe mos funksionimin e generatorëve, drejtoria e qendrës spitalore ka dhënë sqarime në lidhje me situatën e ndodhur. Përmes një informacioni zyrtar të kërkuar nga 2 CNN, QSU pranon se 17 motogeneratorët e spitalit më të madh të vendit janë pa shërbim mirëmbajtje. Kontrata me kompani private, thot QSU, ka përfunduar në 2025-ën. Mungesa mirëmbajtjes së pajisjeve rezervë të energjisë rrezikon që skandali të përsëritet. Skandali terit energjetik në QSU dhe mos funksionimi i pajisjeve rezervë rrezikon të përsëritet sërish në rast të ndonjë avarie tjetër të ngjashme apo të rënies së linjave të furnizimit me energji elektrike. Të 17 motogeneratorët që mbulojnë të gjitha godina spitalore të qendrës universitare Nën Tereza, aktualisht janë pa shërbim mirëmbajtje. Drejtoria e QSU-s, përmes një informacioni zyrtar të kërkuar nga 2 CNN, pranon se kontrata e mirëmbajtjes së generatorëve me kompaninë private ka përfunduar në 2025-ën. Edhe pse QSU nuk e deklaron kohën e saktë të përfundimit të kontratës, ajo bën me dije se në fund të dhjetorit ka përcjell procedurën për mënyrën e re të mirëmbajtjes. Ndërkohë, po sipas QSU-s, pajisjet e rezervë të energjisë aktualisht po monitorohen nga punonjësi teknik të qendrës spitalore. Aktualisht, kontrata e mirëmbajtjes së generatorëve ka përfunduar dhe QSU ka marrë masa dhe ka përcjell në fund të muajit dhjetor 2025, pranë operatorit të blerjeve të përqendruara, procedurën e re të mirëmbajtjes. Aktualisht, sistemet monitorohen në mënyrë intensive nga stafi teknik i QSU-s,
të cilat janë në gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës. Në lidhje me ndërprerjen e energjisë elektrike mbrëmjen e 19 janarit, QSUT sqaron se pse nuk u vu në punë gjeneratori i reanimacionit qendror. Sipas informacionit zyrtar, kjo pajisje nuk arriti të ndizej. QSUT ishte e lidhur me linjën C18-110 kV që vjen nga nën stacioni Traktora. Ky nën stacion rreth orës 20:20 pati avari dhe la pa energji elektrike disa zona të Tiranës. Në momentin e shkëputjes së energjisë nga rrjeti u futën në punë automatikisht të gjithë motogeneratorët e stacionuar në Përgodina, përfshirë edhe gjeneratorët e Spitalit A1, ku ndodhet reanimacioni qendror. OSSH na kaloi me linjë tjetër dhe sistemi automatikës së godinës A1 nuk pranoi kalimin në rrjet, pasi releja e kontrollit të fazave detektoi anomali të fazave dhe automatika rrjet generator hyri në lockout. Ky është një reagim mbrojtës, bllokim sigurie që bën sistemi në të tilla raste për të shmangur dëme të mëtejshme. Menjëherë stafi teknik ka njoftuar OSSH-n mbi anomalinë e rrjetit, të cilët moron masa dhe na i rilidhen me linjën kryesore C18-110 kV në stacionin Traktora, e cila ishte riparuar. 20 vite më parë, qendra spitalore universitare Nën Tereza furnizoi nga 3 burime të veçanta të energjisë elektrike, që në rast të avarish si ajo e 19 janarit, të vjeshin në punë linjat alternative. Por drejtoria e QSUT-s e pyetur nga CNN se pse nuk funksionuan linjat e tjera, thotë se qendra spitalore si institucion i rëndësisë së veçantë furnizohet vetëm nga 2 burime, që siç duket, mbrëmjen e 19 janarit të dyja dështuan. Sallat e terapisë intensive në shërbimin e reanimacionit qendror mbetën 30 minuta pa energji elektrike. Kjo situatë e pazakontë shkaktoi kaos dhe panik tek stafet mjekësore dhe familjarët e pacientëve. 30 pacient, mes tyre 10 të intubuar, u zhvendosën në urgjencë në shërbimin e kardiologjisë deri në rikthimin e energjisë elektrike. Dështimi i QSUT-s me terin energjetik në spitalin më të madh të vendit, për fat, nuk shkaktoi viktima. Vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me zgjedhjen e nënkryetarit serb të Kuvendit të Kosovës i kërkon deputetëve që të votojnë propozimin e listës serbe si partia që ka numrin më të madh të deputetëve nga ky komunitet. Vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese në lidhje me zgjedhjen e nënkryetarit serb të Kuvendit të Kosovës solli një zhvillim të ri në prag të konstituimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Kushtetuesja konstatoi se zgjedhja e Nenad Rashit në legjislaturën e kaluar ishte antikushtetuese. Nenad Rashit nuk u propozua nga shumica e deputetëve serb dhe nuk mori as shumicën e votave të këtij komuniteti. Në situatën aktuale, lista serbe sërish do të ketë shumicën në parlamentin e ri dhe do të ketë të drejtën e propozimit të kandidatit për nënkryetar të kuvendit. Kuvendi i Kosovës do të gjendet në situatën kur do duhet që deputetët nga rradhat e këtij komuniteti me e votu detyrimisht në seancë në mënyrë që përfaqësimi i këtij komuniteti të bëhet në kryesinë e Kuvendit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje ka shprehur mbështetje për Nenad Rashit që të jetë sërish nënkryetar, por kjo duhet të vijë vetëm si propozim përmes shumicës së deputetëve serb, që i takojnë listës serbe. Kryetari i Kuvendit i jashtëm ose kryetari i jashtëm i Kuvendit nuk e zbaton këtë aktgjykim, ajo e shpërfill këtë aktgjykim, e shkel këtë aktgjykim, e shkel Kushtetutën e Kosovës. Dhe në situata të tilla do duhet të intervenojë sërish nga ana e gjykatës kushtetuese. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Bashaj, i ka quajtur konstatimet e kushtetueses të pabaza dhe ka thënë se procedura për zgjedhjen e Rashicit është në përputhje të plotë me rregulloren e Kuvendit dhe Kushtetutën. Qëndrim është më shumë politik se sa juridik dhe nuk do të kontribuoj në parafrimit të Kosovës, veçanërisht me antarësimin, me aplikimin për në Këshill të Evropës, kur do të vijë koha në muajin maj, sepse një qëndrim i tillë do të evidentohet dhe do të dërgohet dhe do të përmendet në raportet ndërkombëtare si një gjë e cila e cënon sundimin e ligjit edhe ndarjen e pushteteve. Sipas aktgjykimeve të kaluara të gjykatës kushtetuese, Kuvendi konsiderohet i konstituuar vetëm pas zgjedhjes së kryetarit dhe të 5 nënkryetarëve, 3 prej të cilëve vijnë nga partitë më të mëdha shqiptare dhe 2 nga komunitetet pakic. Ministri i Jashtëm rus sulmon perëndimin dhe OKB-n dhe që siç thotë shpallën pavarësinë e Kosovës pa referendum.
dhe duke u bazuar thjesht tek parimi i vetëvendosjes, ai kërkon shpjegime se përse diçka e tillë nuk ishte e zbatueshme për Krimen dhe Donbasin, ndërsa mbështet argumentin e tij edhe tek rasti i Groenlandës. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov përmend sërish Kosovën për të legjitimuar veprimet në Ukrainë, e po ashtu qëndrimin kundër perëndimit që sipas Moskës përdor standarde të dyfishta. Në një prononcim për media turke këtë të njëjtë, shefi i diplomacisë ruse tha se perëndimi shpalli pavarësinë e Kosovës, duke u bazuar vetëm te parimi i vetëvendosjes, duke fyer kësaj popullin serb dhe historinë e tij. Ndërkohë sipas tij, kjo e drejtë nuk ishte zbatueshme në Krime, nga dishull të cilin Moska aneksoi në vitin 2014 nga Ukraina. Nuk pati referendum në të ashtu quajtur në Kosovë. Ata thjesht e shpallën pavarur, duke fyer kështu popullin serb dhe historinë e tyre. Dhe kur një referendum u mbajt në Krime sipas të gjitha rregullave, perëndimi deklaroi se drejta për vetëvendosje nuk është e zbatueshme atje, sepse integriteti territorial është i zbatueshëm. Lavrov i referohet gjithashtu rastit të Groenlandës për të mbështetur qëndrimin e tij se perëndimi përdor standarde të dyfishta. Tani ja kemi bërë përsëri pyetjen sekretarit përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres dhe ekipit të tij. Nëse është deklaruar publikisht se ai dhe udhëheqja e tij kolektive në OKB njohin të drejtën e popullit të Groenlandës për vetëvendosje, se është populli i Groenlandës ai që vendos për fatin e tij dhe jo dikush tjetër, atëherë a njeh OKB-ja atë të njëjtën të drejtë për njerëzit e Donbasit, Novorossijs dhe natyrisht Krimes. Ministri i Jashtëm rus shkon më tej duke pretenduar se Beogradi garantonte të gjithë të drejtat e shqiptarëve në Kosovë, ndërsa në Krime e Donbas, sipas tij, Ukraina si ndaluan gjithçka me ligj. Presidenti amerikan Donald Trump bën një hap pas në kërcënimet ndaj Iranit, ndërsa shpreson që të mos i duhet që të kryej sulme, ai ende beson tek bisedimet me Teheranin. Megjithatë, Pentagoni konfirmon se gjithçka është gati dhe se ushtria pret vetëm urdhrin e presidentit. Teksa ushtria amerikane pret vetëm urdhrin, presidenti Donald Trump ende beson tek negociatat me Iranin. Kreu i Shtëpisë së Bardhë bëri me dije se për të do të ishte fantastike nëse SBA-ve nuk do i duhej që të kryenin një sulm kundër qeverisë së Teheranit. Kemi shumë anije tepër të mëdha dhe shumë të fuqishme që lundrojnë drejt Iranit tani. Do të ishte shumë mirë nëse nuk do të na duhet t'i përdornim. Iranianëve u thash dy gjëra. Së pari, jo armë bërthamore, dhe së dyti, ndaloni së vrari protestuesit, por ata po i vrasin me mira. Unë ndalova 837 vrasje 2 javë më parë, askush nuk e ka bërë diçka të tillë. Zyrtarët amerikanë thonë se Trump po shqyrton opsionet e tij, por nuk ka vendosur nëse do ta sulmojë Iranin. Sekretari i luftës i SBA-s, Pete Hegseth, ka bërë me dije se ushtria është në gatishmëri të plotë për të zbatuar çdo urdhër. Kur thatë ju, zoti president, ne po sigurojmë kufirin. Ushtria ishte krenare të bënte pjesën e saj për krah departamentit të sigurisë së brendshme. E njëjta gjë është edhe me Iranin tani, duke u siguruar që ata t'i kenë të gjitha opsionet për të bërë një marrëveshje. Ata nuk duhet të kenë aftësi bërthamore. Ne do t'jemi të përgatitur të ofrojmë gjithçka që ky president pret nga departamenti i luftës. Trump ka kërcënuar vazhdimisht të ndërhyjë nëse Irani vazhdon që të vras protestuesit, por demonstratat në të gjithë vendin për shkak të privimeve ekonomike dhe shtypjes politike janë zbehur që atëherë. Presidenti ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të veprojnë nëse Teherani rifillon programin e tij bërthamor, pas sulmeve ajrore të qershorit të kaluar nga forcat izraelite dhe amerikane në sajtet kryesore nukleare. Kina dhe Britania e Madhe kanë thyer akujt pas 8 vitesh marrëdhënies problematike. Kryeministri i Anglisë, Keir Starmer, njoftoi lajmin se Kina do të heqë vizat për qytetarët britanik për 30 ditë, po ashtu të dyja palët firmosën marrëveshjen për lehtësimin e tarifave dhe marrëveshje të tjera investimi. Kina ka rënë dakord të lejojë qytetarëve britanik të qëndrojnë deri në 30 ditë pa viza në Kinë. Ky fakt është brititur nga Downing Street. Njoftimi erdhi pasi kryeministri anglez Keir Starmer u takua me presidentin Xi Jinping në Pekin, duke bërë udhëheqësi i parë britanik që viziton vendin në 8 vjet. Qeveria angleze po kërkon lidhje më të ngushta tregtare me Pekinin për të ndihmuar në nxitjen e rritjes ekonomike. Megjithatë, kritikët kanë argumentuar se Mbretëria e Bashkuar duhet të ketë një marrëdhënie më të kujdesshme me Kinën për shkak të rrezikut për sigurinë kombëtare dhe të dhënat e të drejtat njeriut në vend. Me udhëheqësit perëndimor, të shqetësuar nga paparashikueshmëria e Trump, Starmer ishte lideri i fundit që shkoi në Kinë, ku bëri thirrje për një marrëdhënie më të sofistikuar, me akses më të madh në treg, tarifa më të ulta dhe marrëveshje investimi. Në vizitën e parë të udhëheqësit britanik në 8 vjet,
Starmer diskutoi tarifa më të ulta kineze për whiskin dhe mirëpriti një investim për $15 miliardë nga AstraZeneca e Mbretërisë së Bashkuar në Kinë. E bëra parim themelor të qeverisime 18 muaj më parë që Britania të përballet përsëri me botën dhe të riangazhohet sepse kur ngjarjet globale ndikojnë në gjithçka, nga çmimet në raftet e supermarketeve deri te vendet e punës që krijojmë, deri te siguria që ndjejmë, atëherë kjo është mënyra se si ja dalim ban popullit britanik. Kështu që i thash presidentit Xi Jinping kur u takuam në G20 në Brazil në vitin 2024 se duam të ndërtojmë një marrëdhënie të qëndrueshme, afatgjatë, gjithëpërfshirëse dhe strategjike me Kinën. Starmer kaloi rreth 3 orë me Xi në një samit formal dhe një drek, gjatë së cilës dyshja diskutoi tregtinë dhe sigurinë, luftën në Ukrainë, futbollin dhe Shakespeare-in. Ai tha gjithashtu se lidhjet më të ngushta do t'i mundsonin Britanisë të angazhohej në dialog të sinqert kur kishte mosmarrëveshje. Do të doja të përsërisja një frazë kineze që mendoj se kap thelbin e asaj për të cilën po flas. Ndiqni qëllimet e përbashkëta, duke ruajtur dallimet. Kjo është ajo që po punojmë së bashku për të arritur. Dhe dua të them se besimi im i thellë është se sa më shumë të angazhohemi, aq më shumë vizitojmë njëri tjetrin, diskutojmë, tregtojmë, ndërtojmë lidhje biznesi, lidhje kulturore, lidhje sportive, çfarëdo që të jetë. Kjo është mënyra për të zhvilluar besimin dhe respektin e ndërsjellë, që është kaq i rëndësishëm për marrëdhënien midis dy vendeve tona. Starmer, qeveria të cilit e qendrës së majt ka luftuar për të arritur rritjen ekonomike që premtoi, e ka bërë përparësi përmirësimin e marrëdhënieve me ekonominë e dytë më të madhe në botë. Kjo ka tërhequr kritikat ashpra nga disa politikanë britanik dhe amerikan, të cilët akuzojnë Kinën për spionazh në nivele industriale, ndërkohë që abuzon dhe me të drejtat e njeriut. Presidenti Amerikan Donald Trump vlerëson se është shumë e rrezikshme për Britaninë e Madhe që bën marrëveshje me Kinën. Reagimi i tij erdhi pasi Londra dhe Pekini firmosen ujditë për rritjen e ndërveprimeve tregtare dhe të investimeve. Duke folur për gazetarët gjatë premierës së dokumentarit për zonjën e parë, Trump tha se konsideron presidentin kinez Xi Jinping një mik të tij, të cilin e njeh shumë mirë. Ne sigurisht futemi në marrëdhënien tonë me Kinën jo me sy të mbyllur, ka theksuar një ministër britanik. Në kundërpërgjigje ndaj deklaratave të Trump, kryeministria e Mbretërisë së Bashkuar njoftoi se Washingtoni ka qenë në dijeni të vizitës së Keir Starmer në Kinë dhe për synimet e tij. Këto zhvillime vinë në një kohë kur raportet SBA Britani janë tendosur për shkak të deklaratave për kontributin në NATO dhe për qasje ndaj Groenlandës, territor të cilin Trump kërkon që ta marrë nën kontroll me pretekstin se rrezikohet nga Kina dhe Rusia. Tymi bardh në Kongres, presidenti amerikan Donald Trump njofton se republikanët dhe demokratët në Senat kanë arritur një marrëveshje për të ecur përpara me disa pjesë të paketës së financimit të qeverisë federale. Palët ranë dakord për një paket prej 5 projekt ligjesh shpenzimesh, por hoqën nga paketa një projekt ligj të 6 që lidhet me financimin e Departamentit të Sigurisë Kombëtare. Financimi për atë departament do të vazhdojë në shumën e tij aktuale për 2 javë. Ndërsa të dyja palët hartojnë një marrëveshje të re. Presidenti i SBA-s Donald Trump e mbështeti marrëveshjen dhe shkroi një status në një postim në rrjetet sociale. Shpresojmë që si republikanët ashtu edhe demokratët do t'japin një vot po, dy partijake shumë të nevojshme. Departamenti i Sigurisë Kombëtare është i përfshirë nga polemikat dhe kundërshtimet e forta të qytetarëve amerikan për shkak të operacioneve të dhunshme për kapjen dhe dëbimin e emigrantëve të paligjshëm. Trupa e baletit të teatrit kombëtar të operas dhe baletit ka interpretuar valsin e luleve për ardashësit vlonjat në një shfaqje ku koreografia me fragmente nga repertori i baletit klasik ndërthurur me element të gjuhës bashkohore televizjes ka depërtuar natyrshëm në shijet e publikut që kishte mbushur sallën. Një natë magjike është cilësuar nga spektatorët vlonjat shfaqja Valsi i Luleve nga trupa e baletit të teatrit kombëtar të operës dhe baletit. Një udhtim koreografik me fragmente nga repertori i baletit klasik, ndërthurur me element të gjuhës bashkohore televizjes, është ndjekur nga spektatorë të shumë në sallën e teatrit. Edhe vetë protagonistët e ndjen ngrohtësinë e publikut ndaj shfaqjes. Për mua është kënaqësi, nuk është hera e parë.
Është disa ta herë kemi ardhur me operën Traviata, me një mbrëmje gala para disa muajve, dhe ardhja gjithmonë në teatrin Petromarko për mua është kënaqësi. Jo vetëm për të themi për qytetin e Vlorës, për këtë teatr që ka një histori të jashtëzakonshme, por dhe për mua si artiste, që më presi me kaq dashuri, edhe që ju fal emocion sa herë që unë kërcej dhe jam prezent këtu dhe gjithandej. Kështu që unë i falenderoj shumë për pritjen dhe për duartrokitjet. Përveç publikut vendas, nuk mungonin as turistët, si dhe të huajt që jetojnë në Vlorë. From the United States originally. Origjina ime është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jetoj në Vlorë prej tetorit. Sot në shfaqje më pëlqeu numri që u dha në mesin e saj, një performancë mes një djali dhe një vajze. Mendoj se ishte shumë dramatike. Unë nuk ja u di emrat, por ishte performancë shumë e mirë. They did a fantastic job. Unë vi nga Milano, jam tepër i lumtur që më ftuan në këtë shfaqje të mrekullueshme. Vërtet një shfaqje shumë e bukur, një shfaqje profesioniste. Më pëlqeu shumë. Jam me pushime këtu, por e shijova shumë. Në të gjitha shfaqjet e dhëna nga trupa e baletit të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, salla e Teatrit Petromarko të Vlorës ka qenë e mbushur, çka tregon një pëlqim të veçantë të publikut vlonjat ndaj baletit. Kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative të A2 sot. Për zhvillimet më të fundit ju ftoj të na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.